Brëm kryetari i komunës Shaqir Totaj bashkë me kandidatët që janë në garë zgjedhore të 28 dhjetorit, brëm në hasë pos në gjona e fshatrat të tjerë që ndruan edhe në fshatin Kushnin, ku me këtë rast kryetari Totaj tha se vizioni Partisë Demokratike të Kosovës i udhëhequr nga kandidati për kryeministër Bedri Hamza po gjen përkrahje të fuqishme dhe masive në çdo pjesë të Kosovës, e cila sonte po konfirmohet edhe në fshatin Kushnin, ku bashkë me banorët e Kabashit dhe Dedajt po dëshmojnë vendosshmërinë e qytetarëve për ndryshimet e zhvillim, tha kryetari Totaj. Lista e PDK-s prezent është një listë e cila ka kandidat me profile të lloj-llojshme, me profesione të lloj-llojshme, me kontribute të lloj-llojshme në faza të ndryshme të zhvillimit të historisë tonë më të re. Edhe këta njerëz këtu me punën e vet e kanë dhënë një kontribut serios që qeverisja lokale prezent me qenë qeverisje e mirë, qeverisje kvalitative, dhe për atë arsye kemi fituar dhe zgjedhjen para një muaji ditë. E duhet me ju falenderoj juve që jeni angazhuar dhe s'keni pritu edhe më organizu, edhe me dalë me votu, edhe me ditë për kanë me votu, kanë me përkrah, kështu që strukturat e PDK-s gjithmonë kanë dëshmuar që janë të organizuar edhe kur të motivohen, nuk ka kush me dalë përpara edhe nuk ka kush me nal. Tash kemi 2-3 ditë përpara zgjedhjeve nacionale. Po jemi një 5 vetë mas një qeverisje e cila nuk ka pas kush fa rezultati, po ka pas veç pasoja. E një pasoj direkte jem të po tash, që hala pa u botimen, ta mon hala pa uftof, mirë, problemet me munges rrymës, problemet me nxemje, leqë shtrajnë, leqë s'ka. Mobilizimi dhe besimi shprehur për zgjedhjet e 28 dhjetorit janë sinjali qartë se qytetarët janë të gatshëm të japin vendit një qeverisje të përgjithshme dhe vizionare, e cila mbështetje fuqishme na udhëheq me siguri drejt fitores në zgjedhjet e së dielës. U shprehen edhe kandidatët që po garojnë në këto zgjedhje nga Prizreni. Izolisa është zhvilluar dhe forcat e natës në rrethat në vetë kufinit Kosovës, bashkë me ushtërinë e policisë. Prandaj vëllezër, është një performancë aq e fëmijshëm sa të thonë që të rinjt që po lindin, që po shkollohen, që t'i marrin çantat dhe të ikin jashtë vendit. Çfarë vështirësi po kalojmë këtë ditë të ftohtë dimrit, pa energji elektrike, pa kushte minimale, me çmime shumë të shtrejta dhe një jetë shumë e rënduar. Andaj jemi shumë falënderues që jeni krah nesh për të na mbështetur edhe për të na shtypur para, për ta ndryshuar dhe për t'i thënë fund kësaj qeverisje dhe propaganda për ta shkatruar një familje dhe duke pru ligje të pakëndshme të këtij vendi që se kemi pas as zakon në familjet tona, as në kombin ton, unë me zërin tim do jem gjithmonë aty që mos të votohen këto ligje, që mos të kemi përqamje në familje. Këtë energji me përkrajen e juaj, na mundemi me shku në parlament edhe me fuqizu komunën tonë, me fuqizu kryetarin tonë. Se për besë që ata që atje natë nuk janë më të mirë se na, veç që ne e s'na u madha mundësia. Një momentum shumë e rëndësishëm për vendin tonë, me u bë bashkë të gjithë, me miq, me shok, me familjar, të flasim me secilin që kemi mundësi për këto 3 ditë që na kanë mbetë, dhe të japim fund kësaj keq qeverisje që e ka kaplu vendin tonë. Por në këtë 4 vjeçare, s'po tham që është bërë shumë për Kushtini dhe gjithë hasi ka lëviz pozitivisht krahasim sa kanë qeverisur 10 vite tjera qeveritë e kaluara, në hasë është bërë një punë jashtëzakonshme. Kështu posë në këto fshatra dhe në takime tjera në hasin historik, u pa se ka një përkrahje të madhe dhe ka një frym që PDK-ja kësaj hajere të jetë fituese.